Në një fshat të qetë malor, ku mjegulla zvarritej çdo mëngjes mbi çatit prej tjegullash dhe zërat e zogjve, përziheshin me aromën e druve që digjeshin në oxhaçe. Jetonte një çift që kishte vite që kërkonte fëmijë. Mira dhe Arjani, një çift në të 30-tat, kishin provuar gjithçka: mjek, trajtime, udhëtime të shtrenjta jashtë vendit. Por çdo herë shpresa e tyre për një fëmijë shuhej si një qiri në erë. Kur shpresa u bë pluhur, ata vendosën të birsonin. Ishte një vendim që e morën me zemër të butë e me mall prindëror të pashuar. Dhe kështu, një ditë tetori, kur pyet kishin filluar të mbuloheshin me gjethet e arta, ata morën në shtëpi një vajzë 7 vjeçare me emrin Elina. Ishte e vogël, e qetë dhe me sy të mëdhenj, të errët, që të jepnin ndjesinë sikur shihnin më shumë se ç'duhej. Në dokumentet e saj, thuhej se vinte nga një jetimore në veri të vendit, e gjetur në një shtëpi të braktisur, pa prindër, pa asnjë të afëm. Asnjë nuk dinte saktësisht si kishte mbjetuar, vetëm që ishte gjetur në një gjendje të tronditur, duke pëshpëritur një lutje të panjohur në gjumë. Vajza që flet me engjëjt. Ditët e para në shtëpinë e re kaluan në qetësi të pasigurt. Mira përpiqej t'i afrojë vajzës, ta bënte të ndiejë e dashur, por Elina ishte ndryshe nga fëmijët e tjerë. Ajo nuk qante, nuk qeshte dhe nuk kërkonte lodra. Vetëm rrinte pranë dritares, duke vështruar pyllin pas shtëpisë, si të priste dik. E dashur, do të dalim sot në park. E pyeti Mira një mëngjes, ndërsa përgatiste mëngjesin. Elina ngriti kokën ngadalë dhe tha me një zë të butë: "Sot jo." Engjëjt më thanë të mos largohem. Mira buzëqeshi me mirësjellje, duke menduar se ishte thjesht fantazi fëmijërore. Engjëjt, kush janë engjëjt, zemra? Ata që më mbrojnë, ata më flasin çdo natë kur ju flini. Arjani i qeshi. Ah, e vogla jon paska një imagjinat të pasur. Por ajo nuk qeshi. Vetëm uli syt dhe shtoi me një ton që i ngriti një fije të ftohtë Mirës në shpinë. Po sikur një ditë të mos jenë më të mirë. Natën e parë që Elina fjeti në dhomën e saj, Mira u ngrit disa herë për të parë nëse ishte në rregull. Në orën 2:37, ajo dëgjoi një murmurim, një zë i hollë, si pëshpërime e fëmije që flet me veten. Ajo u afrua ngadalë te dera. Nga brenda dëgjoheshin zëra të përzier, njëri i Elinës dhe të tjerë, më të thellë, më të ftohtë, që s'dukej të vinin nga goja e një njeriu. Ajo hapi paksa derën. Elina ishte në këmbë mbi shtrat, me sytë e mbyllur, duart e bashkuara dhe përballë saj, në mur, hije që lëviznin sikur një dritë e padukshme i udhëhiqte. "Më falni për gabimet e mia," pëshpëriste ajo. "Mos i merrni ata, unë do t'i bëj lutjet siç më mësuat." Mira uli dorën që po dridhej mbi dorezën e derës dhe mbylli shtënguar buzët që të mos lëshonte një britëm. Kur i tregoi Arjanit në mëngjes, ai qeshi me përzemërsi dhe i tha: "Mira, ajo është e vogël, ka kaluar trauma. Fëmijët flasin në gjumë, imagjinojnë gjëra." Por Mira nuk ishte aq e sigurt. Në ditët që pasuan, ndodhen gjëra të vogla, por të çuditshme. Lodrat e Elinës përfundonin gjithmonë në vende ku ajo si kishte lënë. Pikturat që bënte në letër shfaqnin figura me sy të zinj e pa fytyra. Dhe më e frikshmja ishte se çdo mëngjes, në dhomën e saj, Mira gjente një qiri të fikur. Ndonse as ajo, as Arjani nuk kishin sjell asnjëherë qirin në atë dhomë. Një mbrëmje, ndërsa binte shi dhe dritat ndizeshin e fikeshin nga rufet, Elina kërkoi të mos flinte vetëm. Mira e mori në dhomën e saj, e mbuloi me batanie dhe i përkëdheli flokët. "Tani e sigurt, shpirt, mami dhe babi janë këtu. Ata nuk më lënë të jem vetëm," tha Elina, duke parë nga errësira e dritares. "Kush, e dashur? Engjëjt, por s'duhet i quaj më ashtu. Ata nuk janë më engjëj." Një vetëtim ndriçoi dhomën për një sekond, dhe në atë dritë të bardhë, Mira pa në fytyrën e Elinës një shprehje që se kishte parë kur më parë. Një përzierje frike dhe pranimi, sikur e dinte që e keqja s'ishte më larg, por aty mes tyre. Të nesërmen, Mira shkoi fshehur azi në jetimoren nga e cila kishin marrë vajzën. Dosja e Elinës ishte e çuditshme. Shumë pjesë të historisë së saj ishin të mbuluara ose fshirë. Drejtoresha, një grua e moshuar me sy të lodhur, u dukse nguroi përpara se të fliste. "Ka gjëra që ndoshta s'do t'i kuptoni," tha ajo. Kur e gjetëm Elinën, ajo ishte e vetme, në një shtëpi ku kishte ndodhur diçka e keqe. "Shumë e keqe. Çfarë do të thoni me e keqe?" pyeti Mira me zë të dridhur. Shtëpia ku u gjet ishte pronë e një familjeje që u zhduk. Fqinjet thonë se netëve dëgjoheshin lutje, sikur dikush po fliste me hije. Kur policia hyri, gjeti vetëm vajzën, duke përsëritur fjalë që askush nuk i kuptoi. Mira u ngrys, ndjeu barkun t'i përdridhej.
Pra, ajo ndoshta ishte pjesë e diçkaje që nuk mund ta shpjegojmë. Në mbrëmje, kur u kthye në shtëpi, gjeti Arianin të ulur në divan, i zverdhur. Mira e dëgjove. Çfarë? Ai tregoi nga dhoma e vajzës. Zëra, si këngë, por nuk janë në ndonjë gjuhë që njoh. Mira i vuri i veshin. Nga poshtë derës e Elinës vinte një dritë zbet blu dhe një murmuritje që s'ishte as këngë, as lutje, por një ritëm i çuditshëm, sikur qindra zëra të përsërisnin të njëjtën fjalë në kor. Kur hapi derën, dhoma ishte bosh, por në mur, me gishtë të zi, ishte shkruar: ata po vinë për lutjen e fundit. Atë natë nuk fjetën, ndërsa nata përparonte, diçka filloi të ndodhte në shtëpi. Qelçet dridheshin, dritat përvionin forma, dhe në korridor u dëgjua një e qeshur e hollë, e ngjashme me zërin e Elinës, por më thellë, më errët. Në orën 3:06 Elina doli nga dhoma e saj. Ishte zbathur, me flokët e shpupurisur dhe sytë e mbyllur. Në duar mbante një kukull të vjetër, që Mira se kishte parë kur më parë. Ata erdhën, tha me një ton të ftohtë. Këtë herë s'mund t'i ndal. Mira u hodh për ta përqafuar, por në momentin që e preku, trupi i vajzës u ngrir. Ajri në dhomë u bëi rënd, dhe një erë e kalbur mbushi ajrin. Kukulla në duart e Elinës ra në tokë, dhe sytë e saj të qelçt u kthyen vetë, duke lëshuar një zhurmë të hollë, si gërvishtje metali. Mami, pëshpëriti Elina me zëfëmije. Ata nuk ishin engjëj, ishin ata që ranë nga drita. Dhe tani duan që të lutemi bashkë. Mira dhe Ariani pa njëri tjetrin, të paralizuar nga frika, teksa dhoma filloi të ftohej aq shumë sa fryma e tyre dilte si avu. Dhe nga muri, ngadalë, filluan të shfaqeshin figura, si hije të mbledhura në trup njerëzor. Zërat filluan lutjen, dhe Elina, fëmia e errësirës, i udhëhoqi me një buzëqeshje që nuk i përkiste më një fëmije. Shtëpia nuk ishte më e njëjtë, që nga ajo natë, diçka e padukshme qëndronte brenda saj, një ftohtësi e përhershme, një heshtje që dukej se dëgjonte çdo frymëmarrje, çdo lëvizje. Mira dhe Ariani nuk guxonin më të hynin në dhomën e Elinës. Ajo rinte aty, e mbyllur, shpesh duke kënduar me një zë monoton, lutje që askush si kuptonte. Në mëngjes, kur dielli përpiqej të depërtonte përmes perdeve, Mira e gjente vajzën duke qëndruar përpara murit, si e zhytur në meditim. Elina, pse nuk vjen të hash mëngjes? Pyeste ajo me një buzëqeshje të sforcuar. Vajza kthehej ngadalë, me sytë e mëdhenje të zbrazët, dhe përgjigjej: ata më ushqejnë, unë s'kam më uri. Në fillim, Mira mendonte se vajza po përjetonte trauma, por pastaj filluan gjërat që s'kishin shpjegim njerëzor. Pjata që thyheshin vetë, pasqyra që reflektonin figura që nuk ishin aty, dhe çdo natë ora ndalonte në të njëjtën kohë. 3:06 Një natë, kur Ariani po përpiqej të fikte dritën në korridor, dëgjoi zërin e vajzës që pëshpëriste. Mos i fik, ata nuk e duan errësirën, ata janë errësira. Ai u kthye. Elina ishte aty, në fund të korridorit, me kukullën në dorë. Kush janë ata? Pyeti Ariani. Ajo ngriti gishtin, tregoi drejt murit, dhe tha ftohtë: ata që s'mund të shkojnë më në dritë. Në atë moment, dritat u fikën vetë, dhe nga errësira doli një zë i ngjirur, që pëshpëriste lutje në një gjuhë të vjetër, të pakuptueshme. Ariani u përpoq ta ndiste dritën përsëri, por ndërkohë ndjeu një frym të ftohtë pranë qafës. Kur u kthye, asgjë. Vetëm Elina që qeshte ngadalë. Mira nuk duronte dot më. Ajo vendosi të kërkojë ndihmë. Një mikesh e saj, që punonte si psikiatre, e këshilloi të fliste me një prift që merrej me raste të pazakonshme. Atë Stefan, një burr i moshuar me sy të qetë, pranoi të vizitonte shtëpinë. Sapo kaloi pragun, ai ndaloi. Kjo nuk është thjesht një prani, është diçka që është ftuar me qëllim, tha ai, duke parë përreth. Mira ngriti sytë e lodhur. Ftuar? Nga kush? Prifti i vështroi drejt dhomës së vajzës. Nga ajo që se di çfarë mban brenda vetes. Kur hyri në dhomë, Elina po luante me kukullën. Ai bëri shenjën e kryqit dhe nisi një lutje. Papritur, vajza ndaloi së qeshuri. Zëri i saj ndryshoi, u bë më i trash, më i rënd, si shumë njerëzve që flisnin një herësh. Ti s'mund ta largosh, plak. Ajo është tani me jona. Portat janë hapur. Lutjet janë bërë. Prifti mbajti kryqin lart. Kush je ti? Çfarë do nga kjo vajzë? Zëri qeshi me përbuzje. Nuk është ajo që duhet të pyesësh. Pyet veten pse e zgjodhën ata. Pas këtyre fjalëve, Elina ra pa ndjenja.
Prifti u afrua dhe vuri dorën mbi ballin e saj. Ishte akull. Ajo është një enë, tha ai me ton të rënd. Një port për diçka që s'duhet të kaloj. Pas asaj nate, atë Stefan nuk u kthye më. Ai u zhduk pa lënë gjurmë. Vetëm një letër mbeti, që e kishte lënë në prag të derës. Në të shkruhej. Ajo nuk është e keqe, por ajo që e ndjek, është e uritur për shpirtin e saj. Mos e lejoni të thëras lutjen e fundit. Mira filloi të kërkonte më shumë. Në internet, në libra të vjetër, në arkiva fetare. Dhe pas shumë kërkimesh, gjeti diçka që e tronditi. Një legjende haruar nga një zonë e veriut fliste për fëmijët e errësirës. Fëmijët e lindur gjatë një eklipsi të rrallë, që shinin botën përtej dritës. Thuhej se ata mund të shërbenin si ura mes të gjallëve, dhe atyre që ishin ndaluar të preknin tokën sërish. Në atë legjend thuhej edhe kjo: kur një fëmijë i tillë fillon të lutet me ata përtej, ai nuk mund të ndalet më, derisa portat të hapen. Mira e kuptoi me tmerr se Elina ishte një nga ata. Një mbrëmje, ndërsa përpiqej të flinte, dëgjoi përsëri zërin e vajzës. Ishte në korridor, duke përsëritur një lutje që tani Mira mund ta ndiqte. Nga hiri lind drita e prishur, nga drita lind errësira e pastër. Le të hapen portat, le të vinë ata që s'u lutën kurrë. Mira u ngrit me një frym. Mjaft, Elina, mjaft me këto lutje. Bërtiti, duke e kapur për krahu, por vajza e pa me një qetësi të tmerrshme. Nëse ndaloj, ata do të marrin dik tjetër. Ndoshta ty, ndoshta babin, ata s'mund të ndalen më. Në atë qast, dritat e shtëpis filluan të ndizen e të fiken. Qelqet u thyen, dhe në mur u shfaqën përsëri fjalët që Mira si do ta haronte kurrë. Lutjet e fundit fillojnë në agim. Në orën 4:00, qielli jashtë kishte marrë ngjyrë të kuqeremt, sikur dielli s'polinte, por po digjej. Nga dhoma e Elinës vinte një dritë e përgjakur, dhe zërat që dikur ishin pëshpërima, tani ishin britma. Mira vrapoi brenda. Në qendër të dhomës, vajza rinte në gjunjë. Përreth saj ishin vizatuar simbole me pluhur të zi. Elina, bërtiti ajo, duke e kapur. Vajza ngriti syt, dhe për një qast, Mira pa në to një pasqyrë. Një thellësi të errët ku qindra fytyra lëviznin. Mami, pëshpëriti ajo. Unë s'jam më unë, por mund të më shpëtosh, nëse i fshin lutjet. Si ti fshi? Pyeti Mira e dëshpëruar. Me zjarr, vetëm zjarr mund t'i mbyll portat. Mira u hodh drejt kuzhinës, mori benzinën që përdornin për sobën e jashtme, dhe u kthye me një shkrepse. Dhoma tashmë dridhej. Një forcë e padukshme potunte mobiliet. Dritat ndizeshin si vettima, dhe në mur filluan të dalin duar të zeza që përpiqeshin të kapnin vajzën. Mira ndezi zjarrin. Pluhuri i zi mori flak, duke lëshuar një erë të tmerrshme, si mish i djegur. Zërat britën, vajza u lëriti, dhe për një moment, dhoma u mbush me dritë të bardhë që verboi gjithçka. Kur drita u shua, Elina ishte në tokë, pa ndjenja, dhe muret ishin krejt të djegura. Por në mes të dhomës, mbi hiri, ishte shënuar një fjali e fundit. Portat nuk mbyllen me zjarr, por me gjak. Mira e mori vajzën në krah, e mbuloi me batanie dhe qau. Ajo e ndjeu që diçka nuk kishte mbaruar, dhe kur Elina hapi syt për herë të fundit atë natë, ajo tha me një zë që nuk ishte i saj: Mami, nëse më do mos u lut më për mua, sepse çdo lutje që bën, më afron sërish. Pastaj syt ju mbyllën, dhe për disa çaste, shtëpia u kthye në qetësi, por në errësirën e korridorit, dritat u ndezën vetë edhe një herë. Ora u ndal sërish në 3:06. Mira nuk fjeti për disa net. Çdo herë që mbyllte syt, i shfaqe fytyra e Elinës, e qetë, e ngrirë, me buzët që lëviznin ngadalë sikur përsërisnin një lutje të padgjuar. Zëri i saj i holl, i përzier me pëshpëritje të tjera, e ndiqte edhe në ëndra, duke i thënë: Portat nuk mbyllen me zjarr, por me gjak. Në ditët që pasuan, shtëpia u bë e huaj. Aroma e hirave nuk largohej dot. Edhe pse Mira pastronte çdo cep, muret dukej sikur mbartnin frym, si lëkurë e gjallë që përpëlitej, dhe diçka brenda saj i pëshpëriste çdo mëngjes të mos e linte vajzën vetëm, të mos e linte të haruar. Elina ishte gjallë, por nuk ishte më e njëjta. Ajo zgjohej rrallë, fliste pak, dhe sytë e saj nuk kishin më atë shkëlqim fëmijëror. Ishin të thellë, si dy puset e errta ku drita zhdukej pa gjurmë. Një mëngjes, kur Mira po përpiqej t'i jepte ujë, vajza foli për herë të parë pas ditësh. Mami, ata nuk janë larguar. Kush? Ata që flisnin me mua.
Vetëm që tani duan diçka nga ti. Mira ngriti kokën, trupi i saj u mpir. Nga unë. Sepse ti ishe e para që u lute për mua, dhe çdo lutje hap një derë të re. E dërmuar, Mira vendosi të kërkojë ndihmë sërish. U kthye te jetimorja ku e kishte marrë Elinën. Godina tani ishte pothuajse e braktisur. Vetëm një roje i moshuar qëndronte aty. Ai e njohu menjëherë. Ju jeni gruaja që mori vajzën. Zoti i madh se dinit, apo jo? Çfarë të dija? Ai e ftoi brenda, me hapa të ngadalt, dhe çoi drejt një zyre të vjetër, ku pluhuri mbulonte gjithçka. Në një sirtar të mbyllur me dry, ai nxori një dosje të vjetër me inicialet S. Kur e gjetëm, ajo s'kishte vetëm emrin Elina. Kishte edhe këtë letër, tha ai, duke ia dhënë. Mira e hapi me duar që i dridheshin. Ishte një letër e shkruar me dorë, në letër të zverdhur, me bojë të zbet blu. Nëse dikush gjen këtë fëmijë, dijeni se ajo nuk është vetëm. Ajo është gjysma e një lidhjeje që s'u duhej krijuar kurrë. Në gjakun e saj jeton ajo që ne e quajtëm lutja e parë. Ai që e birson, duhet të di, asnjë dashuris mund ta shpëtoj. Vetëm një gjak i afërt mund ta mbyll portën. Mira ngriti syt. Vetëm një gjak i afërt. Çfarë do të thotë kjo? Roji uli kokën. Do të thotë se ajo lidhet me dik. Me ty, ndoshta. Fjalët e tij i ranë si goditje. Ishte e pamundur. Ajo se kishte parë kur vajzën më parë. Por në thellësi, diçka brenda saj nisi të zhurmonte, si një kujtim i fshehur që përpiqej të dalë në sipërfaqe. Atë natë, në shtëpi, Mira nxori një album të vjetër familjar. Fotot ishin të zverdhura, disa të grisura, por në një prej tyre, gjeti diçka që i ngriti gjakun në vend. Ishte ajo, në moshë të re, rreth 17 vjeç, me barkun pak të fryr në një spital. Ajo foto qëndronte midis faqeve, si diçka që dikush e kishte futur aty me qëllim. Në shpinën e fotos ishte shkruar me dorë. Shpresa nuk mund të rritet në dritë. Zemra e saj nisi të rrihte fort. Ajo kujtoi një periudhë që gjithmonë ja kishte mbyllur vetes. Një verë kur kishte qëndruar në një manastir, për t'u qetësuar pas një traume. Ishte ajo periudhë kur kishte humbur kujtesën për disa muaj. Kur mjekët i thanë se kishte pësuar tronditje psikologjike, pas një ngjarje të rëndë. A mund të kishte qenë në shtatzën? A mund të ishte Elina bija e saj e humbur? Në orën 3:06 të asaj nate, ajo dëgjoi përsëri zërin e vajzës. Mira u ngrit ngadalë, me zemrën që i rrihte fort, dhe pa Elinën në fund të korridorit, me flokët që i mbulonin fytyrën dhe kukullën e saj të vjetër në duar. Mami, tha ajo me zë të ulët. Tani e di kush jam. Mira u afrua me lot në sy. Po, je vajza ime, por si është e mundur? Elina buzëqeshi me hije. Sepse ti më kishe braktisur, por lutja jote për falje më solli mbrapsht. Ata e dëgjuan dhe më kthyen nga ana tjetër. Në mur pasaj, nisën të shfaqeshin përsëri simbolet e zeza. Ajri u mbush me pëshpërima. Nuk mund të rri gjatë këtu. Pëshpëriti një zë i thellë që vinte nga hijet. Ajo i përket lutjes. Mira u gjunjëzua. Merrni çdo gjë tjetër, por jo atë. Por zërat qeshën. Vetëm gjaku mbyll atë që u hap me lutje. Ajo e kuptoi menjëherë çfarë donin të thoshin. Për ta shpëtuar vajzën, duhej të jepte diçka nga vetja. Jo dashuri, jo lutje, gjak. Mira shkoi në kuzhinë, mori një thik të vogël dhe e shpoi pëllëmbën. Gjakun e derdhi në rrethin e simboleve që ishin në mur. Zërat u lëritën, drita u zhduk për një çast dhe ajri u bëi rënd, i nxehtë si zjarri i padukshëm. Elina nisi të çante, trupi i saj u dridh. Mami, po më djeg. Mbaje syt hapur, mos u dorzo. Thiri Mira me zërin që i qahej. Nga muret dolën hije që përpiqeshin ta ndalonin, por me çdo pikë gjaku që binte në dy sheme, hapat e tyre ngadalsoheshin. Dhe kur Mira ra në gjunje, e lodhur, zërat pushuan. Drita e mëngjesit hyri në dritare. Shtëpia ishte e qetë. Elina ishte e shtrirë në tokë, duke marrë frym thellë. Ajo hapi syt ngadalë dhe tha: "Ata ikën, nuk do të kthehen më." Mira e përqafoi fort, duke qarë me ngashërim. "Mbaroi gjithçka, mbaroi, bi." Por ndërsa e mbante në krah, sytë e vajzës u kthyen drejt dritares. Jashtë, në horizont, dielli po ngrihej, dhe për një sekond, rrezet e tij morën ngjyrë të kuqeremt, si gjak. Elina buzëqeshi lehtë. "Ata ikën nga unë, mami, por ndoshta tani janë tek ti." Mira ngriti kokën me tmerr. Në dorën e saj,
ku e kishte shpuar për të derdhur gjakun, simbolet e zeza kishin filluar të shfaqeshin vetë, si plag që digjeshin në lëkurë. Diku, ora ndaloi sërish. 3:06. Netët në shtëpinë e Petritit dhe Elirës ishin kthyer në një fushë betejë të padukshme. Çdo mbrëmje, sapo dielli zhytej pas kodrës, ajri mbushej me një ndjesi të ftohtë, një tension që i përfshinte të gjithë, veçanërisht vajzën e vogël. Hana, me sytë e saj të errët dhe lëkurën e zbetë, duke sigurisht ishte bërë një instrument i asaj errësire, që kishte gjetur stren në trupin e saj. Një natë, Petriti e dëgjoi përsëri duke folur, jo me zë të ulët, si më parë, por me një ton që tingëllonte si kërcënim. Jo, tha ajo, nuk dua t'i lëndoj. Një pauzë e gjatë. Pastaj, sikur po i përgjigjej dikujt që se shihte askush tjetër, ajo vazhdoi. Ata më shpëtuan, ata më duan. Në atë moment, një zhurmë e fortë erdhi nga dhoma e saj, si diçka që ra në tokë. Petriti u hodh në këmbë, hapi derën me vrull, dhe drita e korridorit ndriçoi fytyrën e vajzës që rrinte në këmbë përballë murit. Në mur, me një laps të zi, ajo kishte vizatuar siluetat e 5 figurave të errta, me krah të mëdhenj, por pa fytyra. Njëra prej tyre kishte sy të kuq që binin në sy menjëherë. Hana, çfarë është kjo? Pyeti ai me zë të ulët, duke u përpjekur të mos e tremte. Vajza nuk foli, vetëm ngriti dorën dhe tregoi një nga figurat. Ky është ai që flet më shpesh. Ai më thot çfarë të bëj. Elira hyri menjëherë pas tij, dhe kur pa murin, trupi i saj u drodh. Zoti i madh, Hana, pse e ke bërë këtë? Ata nuk më lën të fle, tha vajza me një ton të ftohtë. Duhet i pikturoj që të qetësohen. Në atë moment, një erë e fortë përplasi dritaren. Të tre u kthyen njëkohësisht nga ajo anë, por ajo nuk ishte hapur nga era. Xhami u qa në qindra copa, edhe pse jashtë nuk frynte asnjëherë. Të nesërmen, Elira vendosi të kontaktonte një prift lokal, një burr i moshuar që kishte dëgjuar histori të çuditshme në fshatra përreth. Ai erdhi atë pasdite me një shishe ujë të bekuar dhe një kryq të madh prej druri. Kjo vajzë ka diçka që nuk është njerëzore rreth saj, tha ai menjëherë pasi e pa. Petriti nuk e duroi dot këtë koment. Mos fol kështu për fëmijën tim. Ajo ka kaluar shumë, ka nevojë për dashuri, jo frikë. Prifti e pa drejt në sy. Dashuria ndonjëherë nuk mjafton, bir. Ka gjëra që nuk usheje me dashuri, por me frikë, dhe kjo vajzë ndoshta ka ndier shumë frikë në vendin prej nga ka ardhur. Ai nisi të lexonte disa vargje latinisht, duke spërkatur vajzën me ujë të bekuar. Hana filloi të qeshte, fillimisht ngadalë, pastaj me një të qeshur histerike që i ngriti qimet Petritit përpjet. Ai nuk do të largohet. Bërtiti ajo. Ai jeton në sytë tuaj. Elira lëshoi kryqin që i ra në dy sheme, ndërsa prifti u tërhoq me frikë. Nuk është e zakonshme, murmuriti ai. Kjo nuk është vetëm një ndihmë shpirtërore që kërkon. Është diçka më e thellë. Atë natë, Hana nuk foli më me engjëjt, por diçka tjetër ndodhi. Kur Elira u zgjua për të shkuar në kuzhinë, ajo pa vajzën ulur në qoshe, duke luajtur me kukullën e saj të preferuar. Vetëm se kukulla nuk ishte më e njëjta. Fytyra ishte grisur, dhe sytë e vegjël prej xhami ishin vendosur në mënyrë të çuditshme, njëri më lart se tjetri. Hana, pse e ke prishur kukullën? Pyeti ajo butë. Nuk e prisha unë, tha vajza pa e ngritur kokën. Ajo po përpiqej të më shihte. Kush? Kukulla. Jo, ajo brenda saj. Në atë moment, një hije lëvizi pas shpinës së vajzës, e dukshme vetëm për një sekondë në pasqyrën pranë frigoriferit. Elira lëshoi një britëm dhe vrapoi për ta përqafuar, por kur e kapi vajzën, ndjeu se trupi i saj ishte i ftohtë si akulli. Të nesërmen, Petriti e gjeti Elirën të ulur në dhomën e ndenjes, e zbardhur në fytyrë. Ai më foli, tha ajo. Zëri i tij nuk është në kokën e Hanës më. Tani është në shtëpi. Çfarë do të thuash me në shtëpi? E dëgjova natën, në korridor. Ai tha emrin tim. Në mbrëmje, ata vendosën të vendosnin kamera sigurie në dhomën e vajzës. Petriti, me një ndjenjë të rëndë në stomak, e instaloi një në qoshe, duke u përpjekur të besonte se do të zbulonin vetëm ndonjë lojë fëmijërore. Por kur pan regjistrimin të nesërmen në mëngjes, zemrat ju ngrin. Në video, shihej Hana që ngrihej nga krevati në mesnat. Ajo fliste me zë të ulët, por në një moment, pasaj, në mur, u shfaq një hije që dukej sikur ecte. Ajo nuk kishte trup, vetëm formë, dhe kur Hana u kthye, ajo hije u përkul mbi të, si të donte t'i fliste në vesh. Në sekondën e fundit të regjistrimit, zëri i një burri u dëgjua qartë.
Tani është radha e tyre. Pas këtij momenti, Elira nuk duronte më. Duhet ta çojmë përsëri në shtëpinë e birësimit, Petrit. Nuk mund ta përballojmë këtë. Jo, bërtiti ai. Ajo është vajza jon. Është diçka tjetër tani. Nuk është më ajo që sollëm në shtëpi, por fjalët e saj u ndërpren nga një zhurmë e fortë në katin e sipërm. Kur u ngjitën, panë që dera e dhomës së vajzës ishte mbyllur përbrenda. Petriti e përplasi disa herë derën, derisa më në fund u hap. Dhoma ishte bosh. Vetëm kukulla e grisur ishte në mes të dyshemes, me një cop letre poshtë saj. Në të shkruhej me dorëshkrimin e Hanës. Mos kërkoni dritë në një shtëpi që e ka pranuar errësirën. Të nesërmen, policia nisi kërkimin. Nuk gjetën asnjë gjurmë të vajzës, as shenja të hyrjes së dhunshme, asgjë. Por atë natë, Elira u zgjua përsëri nga një zë që i përshpëriste në vesh. Ishte fëmijëror, i njohur. Mami, mos i lejo të më gjejnë. Ata s'do të më lënë më kurrë vetëm. Ajo ngriti syt ngadalë, dhe pranë krevatit, në errësirë, dy sy të kuq i ndritnin si prush. Në mëngjes, Petriti e gjeti Elirën të ulur në dysheme, e ngrirë, me syt hapur. Ajo përshpëriste pa ndërprerje. Ai është këtu, ai nuk ikën. Shtëpia tashmë nuk ishte më një vend ku mund të jetonin njerëz. Muret, një herë të bardhë, ishin bërë gri. Dritaret nuk pasqyronin më dritë, vetëm mjegull. Dhe çdo natë, në orën e njëjtë, në kamerat e sigurisë, në vendin ku dikur ishte krevati i vajzës, shfaqe silueta e saj, ulur, me kokën poshtë, duke përshpëritur lutjet e saj të errësirës. Kishte kaluar pothuajse një muaj që nga zhdukja e Hanës. Petriti nuk ishte më i njëjti njeri. Fytyra e tij e thinjur, sytë e fryrë nga pagjumësia dhe një shikim i zbrazët që e ndiqte kudo. Elira kishte nisur të fliste vetë me vete, duke përsëritur të njëjtat fjalë që kishte dëgjuar atë natë. Ai nuk ikën, ai nuk ikën. Policia nuk kishte më asnjë pistë. Dosja e vajzës ishte e çuditshme. Nuk kishte asnjë të dhënë për prindërit biologjik, vetëm një shënim i shkurtër në dokumentet e birësimit, e gjetur në një manastir të braktisur, në veri. Kjo fjali e thjesht u bë fija e fundit që Petriti mund të kapte për të kuptuar çfarë po ndodhte. Një mëngjes, pa i thënë asgjë Elirës, ai mori makinën dhe u nis drejt veriut. Udhëtimi i zgjati orë të tëra. Sa më shumë gjitej në rrugët e ngushta, aq më shumë djente një peshë të rëndë në gjoks, sikur ajri bëhej më i dendur dhe dielli më i zbet. Pas disa orësh, arriti te një ndërtesë e rënuar me mure të mbuluara nga myshku dhe një portë hekuri të ndryshkur. Ishte manastiri. Petriti hyri brenda. Heshtje absolute. As zogj, as erë. Vetëm era e vjetër e lagështisë dhe qirinjve të fikur prej kohësh. Në qendër të sallës së madhe, një altar i pluhurosur mbante ende një kryq të vjetër të gdhendur në dru. Ai u afrua ngadalë, por në momentin që i vuri dorën, dëgjoi një përshpërim që vinte nga errësira. E solle përsëri në shtëpi. Ai u kthye vrullshëm. Nuk kishte njeri, por pastaj, nga një derë anësore, një grua shumë e moshuar doli me një kandil të vogël në dorë. Po të prisja, tha ajo me një zë që dukej se vinte nga një kohë tjetër. Kush jeni ju? Pyeti Petriti, duke u përpjekur të mbante qetësinë. Unë jam ajo që e mbajta atë gjallë, derisa ju e morët. Petriti e kuptoi menjëherë. Po flisni për Hanën. Gruaja bëri një buzëqeshje të errët. Nuk është emri i saj i vërtet. Quhej Ana. Ai emër nuk duhet të ishte shqiptuar më kurrë. Ai ndjeu një therrje të ftohtë në shpinë. Çfarë është ajo vajzë, zonjë? Kush është në të vërtetë? Gruaja uli kandilin dhe sytë e saj u errësuan. Një fëmijë i lindur nga një nën që nuk ishte njeri. Një grua që u gjet në pyll, në një natë pa hënë, me barkun që digjej si zjarr. Fëmia lindi, por në vend të çajturës, ai vendu mbush me përshpërima. Petriti e dëgjoi i shtangur. Pse nuk e ndalët? Ne provuam, por çdo herë që dikush tentonte ta ndante nga ajo fuqi, ndodhnin vdekje. E mbajtëm këtu, në heshtje, për vite me radhë, derisa shteti na e mori, duke e quajtur fëmijë të braktisur. Ai kuptoi menjëherë. Ajo ishte vajza që ata kishin birësuar. Vajza që fliste me engjëjt. Zërat që ajo dëgjonte, filloi ai me zë të dridhur. Nuk janë zëra, tha gruaja. Janë kujtime. Kujtimet e atyre që e donin atë si mjet, jo si fëmijë. Ai bot nuk e haron kurrë atë që i përket. Dhe tani që ajo është zgjuar plotësisht, ju jeni bërë ura që e mban hapur portën. Petriti bëri një hap pas. Çfarë porte? Portën mes botës së gjallëve dhe vendit të hijeve.
Dhe ajo shtëpi ku jetoni, tani është tempulli i tyre. Ai u kthye në makinë me duart që i dridheshin. Diçka brenda tij i thoshte se nuk duhej të kthehej më në atë shtëpi, por dashuria për Elirën ishte më e fortë se frika. Ai duhej ta shpëtonte. Kur arriti në shtëpi, nata kishte rënë. Qetësia ishte e frikshme. Ai hyri ngadalë brenda dhe thirri: "Elira!" Asnjë përgjigje. Vetëm një tik-tak i lehtë nga ora e murit. Kur u ngjit në katin e sipëm, pa dritë që vinte nga dhoma e vajzës, dhomë që ishte mbyllur që nga zhdukja e saj. Ai hapi derën. Dhoma ishte ashtu siç e kishte lënë, por në mes të saj, mbi dy sheme, ishte ulur Elira, me flokët e çrregullta dhe sytë e kthyer nga dritarja. Ai u kthye, tha ajo me një zë që si përngjante me asaj. Kush u kthye? Ajo e ktheu kokën ngadalë. Hana. Petriti u afrua me kujdes. Ku është ajo? Brenda meje, tha Elira me një buzëqeshje që i ngriti gjakun. Ajo do të qëndroj këtu derisa të përfundoj. Në atë çast, të gjitha dritat u fikën. Nga pasqyrat që vareshin në mur, filluan të shfaqeshin figura, ato të njëjtat që Hana kishte vizatuar me lapsin e zi. Zëra, dhjetëra zëra, mbushën dhomën. Ai hapi portën. Petriti u përpoq ta tërhiqte Elirën jashtë, por ajo qëndroi e ngrirë. Trupi i saj filloi të dridhej, dhe syti morën një ngjyrë të errët, gati të zezë. Nuk mund të më shpëtosh më, tha ajo me zë të dy fisht. Ajo nuk do të kthehet në dritë. Ai e mbajti fort, duke qarë: "Elira, të lutem, lufto!" Por në atë moment, një frymë e ftohtë përshkoi dhomën. Pas tyre, në mur, u shfaq një hije që ngjante me një vajzë të vogël, flokët e gjatë, fytyra patipare, dhe duart që zgjateshin drejt tyre. Ajo preku shpatullën e Petritit. Ai ndjeu një djegje të fortë dhe ra në gjunjë. Në pasqyrë, ai pa një pamje që do ta ndjek përgjithmonë. Hana dhe Elira, të bashkuara në një trup, duke buzëqeshur me të njëjtën fytyrë. Kur ai u zgjua, ishte mëngjes. Dritat e diellit depërtonin nga dritarja, por gjithçka dukej ndryshe. Në vend të dhomës së vajzës, ishte një dhomë bosh, me muret e zhveshura dhe pa asnjë shenjë të jetës. Elira nuk ishte askund. Në dy sheme, kishte vetëm një cop letre të vjetër, e verdhëruar nga koha. Lutjet e fëmijës së Ersirës nuk janë për shpëtim, janë për kujtesë, sepse Ersira nuk haron kur ata që e kanë thirrur. Petriti doli jashtë shtëpisë, i mpir. Ndërsa po largohej, dëgjoi nga dritarja e lartë zërin e një fëmije që pëshpëriste. "Baba, pse më le përsëri vetëm?" Ai ngriti kokën, dhe për një çast, në pasqyrën e brendshme të dritares, pa fytyrën e Hanës duke e shikuar. Ajo buzëqeshi, dhe pasaj, një dorë e zezë, e mbuluar me hije, e tërhoqi në Ersir. Të nesërmen, shtëpia e tyre u dogji nga një zjarr i pashpjegueshëm. Asnjë trup nuk u gjet, por banorët e fshatit që kalojnë pranë rënojave, betohen se ndonjëherë, në netët pa hënë, dëgjojnë një vajzë që këndon me zë të lehtë. E ngjit flasin në Ersir, por nuk janë kurrë të dritës. Pas zjarrit që përfshiu shtëpinë e Petritit dhe Elirës, fshati ra në një heshtje të rëndë. Askush nuk fliste hapur për atë që kishte ndodhur. Të moshuarit tundnin kokën e thoshin: "Ishte shtëpia që nuk donte njerëz brenda." Por të rinjt, kur e shtan nga rrëfimet, shpesh guxonin të afroheshin, të paktën deri te porta e ndryshkur. Shumë prej tyre thoshin se ndjenin një ftohtësi që vinte nga brenda, edhe pse muret ishin bërë hi. Në qytet, lajmi mori për masa. Një ekip gazetarësh nga Tirana, i udhëhequr nga një reporter i njohur i quajtur Ardi Krasniqi, vendosi të hetonte rastin. Ai kishte bërë dokumentar për fenomene të pashpjegueshme, por kjo histori i dukej ndryshe. Ishte shumë personale, shumë e errët. Në dosjet e policisë, ai gjeti diçka që e tronditi. Një video e regjistruar nga kamerat e sigurisë së Petritit, një ditë para zjarrit. Pamja ishte e turbullt, por qartë shihej një vajzë e vogël ulur në mes të dhomës, duke pëshpëritur. Dhe mbi kokën e saj, një hije lëvizte si tym. Ardi e ndaloi videon në momentin kur vajza ngriti kokën drejt kamerës. Në sekondën e fundit, ajo tha diçka që u dëgjua qartë. "Ata po vinë." Kaq mjaftoi që ai të binte redaksin për të nisur hetimin në teren. Dita e parë, rënojat. Ekipi përbëhej nga 4 persona: Ardi, operatori Lindi, teknikja e zërit Erisa, dhe një studiues i fenomeneve paranormale, profesor mentor Gjoni. Kur mbërritën në rënoja, dielli po perëndonte. Tokën e mbuluar me hi e përshkonte një erë ftohtë, që sillte me vete një aromë të rëndë, si djegje dhe lagështi.
Kjo nuk është erë zjarri të zakonshëm, tha mentori, është si ozon, si pas një rufeje. Ardi nisi të regjistronte. Sot, jemi në vendin ku ndodhi një nga historitë më të çuditshme të viteve të fundit. Një familje u zhduk pa gjurmë, dhe shtëpia u dogji në mënyrë të pashpjegueshme. Por disa dëshmitar thonë se në netët e errta, këtu dëgjohet një vajzë duke kënduar. Pa pritur, mikrofoni i erisës lëshoi një fishkëllim të fortë. Çfarë dreqin ishte kjo? Pyeti ajo, duke parë pajisjen. Interferencë, ndoshta, tha Lindi. Por mentori e ndali. Jo, nuk është interferencë. Shikoni valët, ato formojnë ritëm, si zë. Në analizatorin e zërit, valët formoni një model që përsëritej si fjalë të fragmentuara. Shko, largohu, ajo nuk do të fle. Ata ngrin në vend. Ardi e mbylli regjistrimin për pak sekonda. Pastaj, me zë të ulët, tha. Kjo nuk mund të jetë rastësi. Dita e dytë, zbulimi. Të nesërmen, ekipi u kthye me pajisje më të avancuara. Kishin marrë një kamerë termike, sensor lëvizjeje dhe një detektor elektromagnetik. Ndërsa Erisa po vendoste mikrofonët në katin e poshtëm të rënojave, një nga pajisjet nisi të lëshonte sinjal të fortë. Energjia këtu po rritet, tha ajo, sikur diçka po afrohet. Në atë moment, kamera termike tregoi një formë që lëvizte ngadalë mes mureve të djegura. Ishte e vogël, si trup fëmije, por pa ngrohtësi. Ishte një siluet blu e errët, temperaturë më e ulët se ambienti. Mentori u përkul pranë ekranit. Kjo nuk është nxehtësi trupore. Është prani e ftohtë. Këto gjurmë zakonisht ndodhin kur kemi entitete që thithin energjinë përreth. Papritur, pajisjet u fikën njëra pas tjetrës. Dritat, monitorët, gjithçka. Vetëm mikrofoni i erisës regjistroi një zë të lehtë fëmijëror. Unë nuk jam e keqe, ata më detyruan. Ardi ngriti syt. A e dëgjuat të gjithë? Ata po, por askush nuk foli. Dita e tretë, dosjet e humbura. Ardi vendosi të shkojë në komunë për të kërkuar më shumë rreth vajzës. Pas shumë kërkimesh, një arkivist i vjetër i tregoi një dosje të pluhurosur me titull Fëmia i manastirit, Anahlla. Në raportin e vitit 2009 shkruhej: Fëmia u gjet në një manastir të braktisur. Murgjit e mbetur pretendojnë se ajo u soll nga një grua e panjohur në mes të natës. Fëmia kishte shenja të çuditshme në trup, formacione në formë rrethore në krah dhe gjoks. Kur u përpoqën ta pagëzonin, u fikën të gjitha qirinjt dhe u dëgjua një britm që nuk i përkiste as fëmijës, as nënës. Në fund të raportit, një shënim i dorës. Mos e lejoni këtë fëmijë të vendoset në një shtëpi. Nuk është e vetme. Ardi ndjeu një therrje në qafë. E kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Ata kishin birsuar një fëmijë që nuk ishte vetëm. Dita e katërt, thirrja. Në mbrëmje, ekipi u kthye sërish te rënojat. Nëse ajo është ende këtu, ndoshta mund të komunikojmë, tha mentori. Si? Me lutje. Jo fetare, por përthyerje lidhjesh energjetike. Ata formuan një rreth. Ardi lexoi fjalët që kishte gjetur në një dorëshkrim të manastirit. Në emër të dritës, ndaj fijet e errësirës. Çliro fëmijën nga lidhjet e hijeve. Në fillim, asgjë nuk ndodhi. Pastaj, toka poshtë tyre nisi të dridhej lehtë. Një erë e ftohtë u ngrit nga brenda rënojave. Mikrofonët regjistruan përsëri një zë të lehtë. Unë nuk mund të iki, sepse ai nuk më lë. Nga hija pranë murit, u shfaq përsëri silueta e vajzës, Hana. Fytyra e saj ishte e qetë, por syt nuk kishin dritë. Ju nuk duhet të ishit kthyer, tha ajo. Kush është ai? Pyeti Ardi. Ajo tregoi me gisht qiellin, pastaj tokën. Ai është kudo, dhe tani e dini emrin tim. Në atë moment, toka u qa në mes të rënojave. Një aromë e rëndë çufuri përhapi ajrin, dhe dritat u fikën sërish. Një nga kamerat regjistroi një hije të madhe me krah që ngrihej përmbi shtëpi dhe zhdukej në mjegu. Kur drita u rikthye, vajza nuk ishte më. Vetëm një shenjë djegjeje në formë rrethi në tokë. Dita e pestë, pasoja. Të gjithë u kthyen në qytet. Askush nuk fliste. Ardi, i lodhur dhe i tronditur, nisi të përgatiste dokumentari. Por çdo herë që shikonte pamjet, diçka e çuditshme ndodhte. Zëri i tij regjistrohej përmbi audio, edhe pse ai nuk fliste. Në një nga regjistrimet e fundit, u dëgjua përsëri zëri i vajzës. Tani më gjetët ju, dhe unë do t'ju ndjek. Pas disa ditësh, operatori Lindi u zhduk pa gjurmë. Shtëpia e tij u gjet bosh, me një fjalë të vetme të shkruar në pasqyrë me gisht.
Ata flasin në errësirë. Në fund, dokumentari nuk u publikua kurrë. Dosjet u mbyllën, por njerëzit që jetojnë në atë zonë thonë se netëve të pashta, kur era nuk fryn, mund të dëgjosh një vajzë që përshpërit emrin Ardi në përtym. Dhe aty ku dikur ishte rënoja e shtëpisë, tani rriten vetëm bara të zeza që nuk zverdhen kurrë, sepse ajo nuk iku kurrë. Hana, fëmia e errësirës, ende lutet, dhe çdo lutje është një portë që hapet për dikë tjetër.